Pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokët e tij. E të drune menil muflis. A më thoni vallë, a e dini kush është i falimentuar? Të gjithë në mendjet tona, pak a shumë kemi përgjigjen e sahabëve. Sahabët një gohet i thonë, el muflisu fina, i falimentuar tek ne, kush është men la dirhem lehu wa la mata, ai i cili nuk ka lek, nuk ka pasuri. Për neve i falimentuar është ai i cili e ka humbur pasurinë e tij, ka humbur biznesin e tij dhe ka hyrë në borxh. Ky është i falimentuar. Nëse në jetën e përditshme e pyesim njëri tjetrin, të gjithë të përgjigje japim, pa përjashtim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas kësaj përgjigje thot: Innal muflise min ummeti, me të vërtet i falimentuar në ummetin tim, kush është? Me yati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, është ai person i cili në ditën e gjykimit del para Allahut të madhëruar me namazin e kryer, me agjërimin e kryer, me zeqatin e dhënë. Pra, me të gjitha obligimet e kryera del para Allahut të madhëruar. Në ummetin tim, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, ky është i falimentuar. Deri këtu është pak absurde. Të quash një njeri i cili ka bërë të gjitha obligimet në rregull i falimentuar në ditën e gjykimit, na duket si absurde. Por shikoni çfarë thot më poshtë pejgamberi alayhis salatu wasalam. Wa yati qad shatama hadha, por në të njëjtën kohë ky person vjen me sharjet që i ka bërë filanit e filanit e filanit. Pra, nuk i ka ndaj goja, se ka rujt gojen, ka sharë njerëzit. Uesefe ke deme hadhe, dhe ka derdhur gjakun e filanit e me radhë. Ue darabe hadhe, dhe ka rafur, ka dhunuar filanin e me radhë. Ue e kele male hadhe, dhe ka ngrën pasurin e tjetër kujt. Ka ngrën pasurin e filanit. Fejuta hadha min hasanatihi, dhe pikrisht në këtë moment kur Allahu i madhëruar, ky person i ka dalë para Allahut me të gjitha obligimet ndaj Allahut të madhëruar të kryera në rregull, deri këtu jemi mirë, Allahu i madhëruar thot ti je për xhennet. Në këtë moment del një person dhe thot: O Allah, ai me ty ka qenë i sinqert, obligimit i ka kryer në rregull, po ama mu më ka sha. Mu më ka ofendu. Ka fol kur unë s'kam qenë prezent. Pejgamberi alayhis salatu wassalam të folurën pas shpine e ka krahasuar me mishin e vllajt. Dhe i thonë: Ja Rasulullah, por nëse është e vërtet ajo që ne kemi thënë, kjo është të flasës që pas shpine. Se nëse nuk është e vërtet, është shpifje. Dhe shpifja është më e rëndë se zinaja, pra imoraliteti. Nëse flet të vërtetën kur vllai juaj, motra juaj nuk është në prezent, edhe kur ta dëgjoj se ti ke fol atë fjalë për të, i vjen keq, ke fol pas shpine. Dhe çdo njeri që unë kam fol pas shpine, në ditën e gjykimit do të vijë dhe të thotë: O Allah, marrëdhëniet me ty si i ka pasur nuk e di. Mund t'i ketë pas shumë të mira, por mua më ka ofenduar, nuk ka lënë vend pa fol për mua. Unë dua hakun tim. Vjen tjetri dhe thotë: O Allah, më ka ngrënë pasurinë. Si hahet pasuria e tjetrit? A vallë vetëm duke e vjell? Duke e tjetërsu? Jo. Ka edhe mënyra të tjera. Por do vim në hadithet më poshtë, sepse njërën prej të drejtave që ne shkelim tek njëri tjetri më shumë është pikrisht ato 2-3 hadithet që do të nalem tek ajo marrëdhënie që kemi mes njëri tjetrin. Pra i vinë ka shumë njerëz, thot Allahu i Madh, pejgamberi alayhis salatu wassalam, pra dhe jep
nga të mirat e tij, i jep të parit, i jep të dytit, i jep të tretit. E çfarë ndodh? Thot pejgamberi alayhis salam, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi, dhe nëse ati i mbarojnë të mirat para se të ketë kryer punë me njerëzit. Tani këtu jemi drejt falimentimit. Ukhidha min khatayahum, i merren gabimet e të tjerëve që ky ju ka hyrë në hak në këtë dynja, futi feturihat alayhi, dhe i ngarkohen atij në kurriz, thumma turiha fi an-nar, pastaj ai hidhet në zjarr. Allahu na ruaj. Jemi nisur tek Allahu i madhëruar me të gjitha obligimet e kryera, me shpresën se Allahu i madhëruar do na mëshiroj, ato adhurime që kemi bërë cop do na i pranoj dhe do na mëshiroj me xhennet, por na dalin ata të cilët për neve kanë qenë të këqinjtë e kësaj botë, për neve kanë qenë njerëzit më të poshtër të kësaj botë. Kemi folë për ta, i kemi sharë, i kemi ofenduar, ju kemi cenuar nderin, ju kemi prekur familjen, i kemi dhunuar. Dalin këta dhe bëhen penges që ti të hysh tek ai xheneti që ke ndërruar sa herë që ke fal namazin, apo sa herë që ke përmendur Allahun e madhëruar. A ka njeri më të falimentuar se ky?